Tragjedi në Britani, pema bie mbi vajzën shqiptare ndron jetë 7 vjeçaria. Një ngjarje tragjike është shënuar në Essex të Britanisë së Madhe, ku një pemë ka rënë mbi një fëmijë e cila po luante në park. Rasti i rënd ka ndodhur ditën e shtunë rreth orës 15 në parkun Chalkwell. Nga rënja e kësaj peme ka ndruar jetë një vajzë shqiptare identifikuar si Leona Ruka, 7 vjeç. Një dëshmitar i ngjarjes është shprehur për BBC-n se janë dashur të paktën 40 deri në 50 persona për të larguar pemën që ndodhej mbi trupat e fëmijëve. Sipas medias, Eko, voglushja me vendbanim në Dagenham, ndodhej në një zonë për të takuar familjarët e saj që jetojnë. Familja e vajzës ka ndarë një mesazh prekës për të voglën e tyre që ndroi tragjikisht. Leona ishte më shumë se sa thjesht një fëmijë. Ajo ishte një dritë në jetën tonë dhe në jetën e të gjithë atyre që patën gëzimin ta takonin. Ajo ishte një shpirt inteligjent dhe kurioz, plot energji dhe kreativitet. Një vajzë e vogël që gjithmonë eksploronte, gjithmonë bënte pyetje, gjithmonë ndëronte, kishte një zemër plot dashuri dhe një mendje plot ide të pafundme. Ajo ishte qesharake, sjellshme dhe plot jetë, një yll i shkëlqyer që sillte lumturi kudo që shkonte dhe takonte njerëz. Nga kjo ngjarje ka mbetur gjithashtu e lënduar ënd edhe një 6 vjeçare e cila ndodhet në spital në gjendje kritike për jetën. 3 fëmijët e tjerë morën lëndime më të lehta. Sa kaq ka nisur mbledhja e fondeve për funeralin e vajzës së vogël si një mbështetje dhe solidarizim me familjen Ruka. Deri më tani janë mbledhur më shumë se 30.000 pound, po kështu është propozuar që një pjesë e këtyre parave të jepen edhe për familjen e 6 vjeçares që po lufton me jetën në spital.